تتقطع وسيوفنا من نبضهم تتقطع جاهد بنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahu subhanahu wa taala. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavat e selamet ja dërgojmë zotërisë së pejgamberëve më dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Ajo se çka kemi zgjedhur ne për me shpjegu këto edhe javët në vazhdim inshallah me lejen e Allahut është libri Usulu Thalatha apo tre parimet. Para se me hy në shpjegimin e librit, çdo kush prej nesh mundet me pyet edhe më njoftu mas pari se çfarë libri është Usulu Thalatha, kush e ka shkruar Usulu Thalatha, edhe se pse është e rëndësishme për me mësu ne Usulu Thalatha, për ndër tjerash edhe pse autori e ka amurtu këtë libër me Usulu Thalatha apo tre parimet. Libri tre parimet është i shkruar nga Sheikhu Muhammed ibn Abdul Wahhab, pastaj ka ardhur me komentime të ndryshme nga dietarë të ndryshëm, kohës më hershme, po ashtu edhe dietarë të ndryshëm bashkohor. Pse Sheikhi e ka emërtuar librin Usulu Thalatha apo tre parimet? Është e rëndësishme që çdo njeri prej muslimanëve i cili ka pranuar Islamin edhe me dëshirën e Allahut subhanahu wa taala është udhëzuar në Islam, me ditën këto tre parime. Ato tre parime janë ku ndërtohet mbi to vetë feja, ku e gjithë feja islame edhe çdo gjë që na rrethon, edhe që ka të bëjë deri në ditën kur do dalim para Allahut subhanahu wa taala, edhe në ditën kur do të gjykohet për neve në xhenet apo në xhehenem, është ndërtuar mbi këto tre parime. Ato janë ma'rifetullahi wa ma'rifetun nabihi wa ma'rifetul islami bil adilla. Me njohja e Allahut subhanahu wa taala, njohja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe njohja e fesë islame me dispozitat, me argumentet e saj. Këto janë tre parime që e gjithë feja jon, çka ka të bëjë me dispozita, çka ka të bëjë me farzë, me obligime ndaj neve, ndërtohet mbi këto tre parime. Këto janë bazat e fejës tonë. E para që e ka përmend autori thotë yajibu alejna arba'u masail, thotë ne obligohemi për me i ditën 4 mesele. Edhe e para për tyre al-ula al-ilm. E para për tyre është dituria, për me marrë dituri. Nuk mund është ti me pranu Islamin ose me hin Islam para se me ditë se pse ki me pranu Islamin. Nuk mund është ti me besu Allahun subhanu ta'ala para se me e njoft Allahun. Nuk mund është ti me e njoft edhe me besu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe pse nuk e ke pa dëgju për pejgamberin dhe pa dëgju për jetën e tina. Edhe nuk mund është ti me pranu Islamin si kur fej e vërtet dhe e vetme, pa dëgju për Islamin edhe pa e njoft Islamin. Prandaj el-ilmu dituria, ka thënë autori se ajo është njohja e Allahu subhanu wa ta'ala. Si me e njoft Allahu subhanu wa ta'ala? Me njoft Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta. Me njoft Allahun subhanahu wa taala me njësueshmërinë e tij në rububia dhe uluhia. Po ashtu edhe me njoft Allahun subhanahu wa taala me emrat dhe cilësitë e tij, edhe me pranu Allahun subhanahu wa taala ashtu siç ai na ka njoftuar neve në librin e tij dhe ashtu siç na ka paralajmëruar neve dhe na ka njoftuar neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E dyta që ka përmend autori është wa ma'rifatu nabiyihi, edhe njohja e të dërguarit tij. Njohja e pejgamberit tij, njohja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me njoft ato kush është pejgamberi sallam, emri i tij, familja e tij, me njoft se me çka Allah subhanahu wa taala e ka dërguar pejgamberin sallam tek ne, me njoft në mesazhin me cilin ka ardhur pejgamberi sallam tek ne dhe ummeti i tij. Pastaj wa ma'rifatu dinil islam bil adilla, edhe njohja e fesë islame me argumente. Me i njoft argumentet e Islamit, me i njoft dispozitat e Islamit, edhe me i njoft fejen islame si fe e vetme e pranume. Pastaj e thaniyatu al-amalu bihi. Pastaj thot masi që ti e ke mësue, ke marrë dituri, edhe e ke njoft Allahun subhanahu wa taala, ke mësu për Allahun subhanahu wa taala. Dhe e dyta e ke njoft pejgamberin e tina, edhe e ke mësu për Islamin me argumentet e tina,
e dyta e cila duhesh me bë tillë është obligim për secilin prej neve është me punu me to. Me punu me ato që ti e ke mësu. E ke njoft Allahun subhanahu wa taala, me punu me ato. Ashtu si e ke njofti Allahu subhanahu wa taala. E ke mësu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ke mësu për Islamin, pastaj ajo se çka duhet ty edhe e ke për obligim është me fillu edhe me vepru me to. Nuk mjafton ti veç me e njoftë Allahun edhe pa vepër, por se duhesh me e mësu edhe me vepru. El ilmu wal amal, kanë thënë dietarët se dituria edhe puna janë dy gjëra që shkojnë së bashku. Nuk bën as puna pa dituri, por se as dituria pa punë. Pastaj e thalithatu ad-da'watu ilay. Thot masi që ti ke mësue për Islam, masi që ti ke mësu për këtë fe, edhe ke fillu me punu me ta, duhesh edhe me thirrë në ta. Duhesh edhe thirrja jote me kon këto parime. Nëse ti e ke njoft Allahun subhanahu wa taala, e ke njoft pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe ke mësu për Islamin me argumentet e tij, duhesh edhe të tjerët me i thirrën. Ashtu se si ti e ke njoft Allahun me ja kallëzu edhe tjetrit, edhe më ja prezantu edhe tjetrit për Zotin tënd, ai i cili ka kriju ty, mu edhe çdo sen tjetër. Ashtu se si e ke njofti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duhesh më ja tregu edhe tjetrit se ky është pejgamberi sallam, ky është pejgamberi i fundit, ky është vula pejgamberike, ka ardhur me mesazhin se ne duhet të adhurojmë vetëm Allahun subhanahu wa taala, edhe më largu nga çdo sen tjetër, nga çdo adhurim tjetër. Më ja tregu edhe tjerëve. Pastaj edhe më i tregu për Islamin, se Islami është feja e vetme e pranuar, edhe me tregu për argumentet e Islamit, për dispozitat e Islamit, aq sa ka nevojë ai. Jo çdo sen në Islam duhet më ja tregu çdo njeri. Jo çdo njeri prej neve duhet me ditë çdo sen që ka të bëjë me dispozitat e Islamit. Por se rreth këtyre dispozitave duhet me mësu vetëm atë sa na ka obliguar neve Allah subhanahu wa taala dhe atë sa na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa rabiatu as-sabr ala al-adha fihi. Edhe e katërta është me bë durim, ndaj çdo fatkeqësie që ty mundet me ndodh gjatë kësaj rruge. Edhe kjo ndoshta është më e rënda për gjitha këtyre. Me mësu është çdo njeri prej neve ka lehtë me mësue për Allahun subhanahu wa taala dhe me mësu për fenë e tina. Pastaj me punu me to, edhe kjo është e lehtë për çdo njeri prej neve edhe me punue sipas asaj që e kena mësu. Edhe me thirr nuk është asheron se çdo njeri mund me e bëu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, transmetojeni prej meje qoftë edhe vetëm një ajet prej Kuranit, apo transmetojeni prej meje qoftë edhe vetëm një hadith timin. Çdo njeri prej neve mund me ja transmetu dikujt edhe me ja tregu dikujt një hadith prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por se në këtë thirrje që jetë e boti, në këtë rrugë që jetë e boti, mundesh me pasën edhe probleme. Mundesh me pasën edhe probleme e cilat duhesh me bë sabër ndaj këtyre fatkeqësive. Jo çdo njeri që ki me thirr ti ka me të përgjigj. Por përveç se nuk ka me të përgjigj, ndoshta ka me të bë edhe dëm. Ndoshta ka me të bë dëm në pasurinë tënde, ndoshta ka me të bë dëm në familjen tënde, ndoshta ka me të bë dëm edhe në trupin tënd, ndoshta ka me të bë dëm tjera pa më parasysh se çfarë dëmi, por se ajo që kërkohet edhe është obligim për çdo njeri prej neve që e ka përmend autori edhe shehu në libër, është ti me bë sabër ndaj këtyre fatkeqësive. Pasi që i mësojnë diturinë, veprën, edhe thirrjen to, edhe punën, edhe krejt këto, do dikush prej neve mundet me pyet e ku është argumenti për këto, se me çfarë argumenti shehu e ka përmend libër. Argumentin e ka përmend shehu surën El-Asr apo surën Wal-Asr. Allahu subhanahu wa taala thot Wal-Asr, pa shakohën, innal insana lafi khusr, vërtet se njeriu është në humbje. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ky është argumenti i cili i përfshin të gjitha këto parime vetëm me një ajet që të cilin Allahu subhanahu wa taala e ka prur në Kur'an. Ky ajet i përfshin të gjitha këto të cilat na i përmendëm. Illa alladhina amanu, për të gjitha ata të cilët kanë besu. Allahu subhanahu wa taala i drejtohet në këtë ajet besimtarëve. Por se dietarët të cilët mirën me komentimin e ajetit dhe thonë se illa alladhina amanu ka për qëllim illa alladhina alamu, ata të cilët e kanë mësu, ata të cilët e kanë ditë, sepse ti nuk e mujtën me besu Allahun subhanahu wa taala, nuk e mujti me besu për këtë fe pa ditën, pa mësu, pa marrë dituri. Prandaj fjala amanu në këtë ajet ka për qëllim ato të cilën ti e ke mësu, alamu, el ilm, diturinë. Pastaj wa amilu, edhe ata të cilët kanë punu, wa amilu salihati, edhe ata të cilët kanë punu vepra të mira. Wa tawasaw bil haqqi, edhe ata të cilët kanë thirrë në të vërtetën. Do thotë illa alladhina amanu, ke e para që e përmendëm ne dituria, el ilmu. Wa amilu salihati, e dyta el amalu bihi, është puna me to. Wa amilu salihati, edhe ata të cilët kanë bërë vepra të mira. Edhe e treta wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, edhe ata të cilët
Edhe ata të cilët bojnë sabër këta, e cila është e katërta e sabru alal adha fihi, edhe bëja sabër ndaj çdo fatkeqësie që ti mundesh me e bë. Do thot argument për të që ka surja El Asr. Wal Asr, thot Allah subhanahu pa shakuhun. Innal insana lafi khusr. Vërtet se njeriu është në humbje. Përse është njeriu në humbje? Për shkak se Allah subhanahu taala në ajetin përpara i jep rëndësi të madhe kohës, sepse koha është e shmushur prandaj Allah subhanahu taala është betuar në to. Nëse ti e qenë jetën tënde, edhe kohën tënde kot, ajo ka me qenë shkatrim për ty. Por nëse ti e lidh kohën tënde me këto 4 gjëra që Allah subhanahu taala i përmend në ajetin e tretë, atëherë kjo do të jetë për ty dobi në dunja, edhe dobi atë kur do dal para Allah subhanahu wa taala. Pastaj në lidhje me këto 4 parime edhe me surën Asr, thot Imam Shafiu rahimahullah, Allah e mëshiroft, "Law ma anzala Allahu hujjatun ala khalqihi illa hadhihi sura lakafathum." Nëse Allah subhanahu wa taala nuk kish me dërgu të robët e tina, të krijesat e tina, argument tjetër përveç surës El Asr, kishte me mjaftu kjo si argument për ta gjatë gjithë jetës tyre. Do thot vetëm surja El Asr. Nëse Allah subhanahu wa taala nuk kishte me dërgu ajete të tjera tek ne, nëse Allah subhanahu wa taala nuk kishte me na argumentu neve për fenë e tina, për pejgamberin e tina me argumente të tjera, edhe ajete të tjera në librin e tij, vetëm surja El Asr kishte me na mjaftu neve sipas Imam Shafiut, kishte me na mjaftu neve sikur argument për ato se çka kena me punu na, sepse po thot el ilmu dituria që ti duhesh me marr dije, pastaj vjen llojet e diturisë që duhet me i marr na, el amelu bihi me punu to, pastaj në libër vjen edhe shpjegimi se cilat punë duhet me i bëna, cilat janë ato të obligueshme, cilat janë të pëlqyeshme, edhe cilat punë janë të ndaluara, pastaj thirrjen tonë, ato se çfarë kena mësuar dhe çfarë kena punuar me thirrjen to, pastaj vjen shpjegimi prapë i njëjti për thirrjen të cilën duhet me bë, thirrja e cila është obligim, thirrja e cila është e preferuar, edhe thirrja e cila është e ndaluar për me bë ato, edhe me bë sabër rreth tyre. Pastaj thot Imam Buhariu, Allahu e mëshiroft, në kapitullin e diturisë thot el ilmu qabla al qawli wal amal. Dituria është para se ti me fol edhe para se ti me punu me to. Para se me fol çdo njëri prej neve, mas pari duhet me marrë dituri. Mas pari duhet me u drejtue tek librat ose tek hoxhalët, tek dietarët për me marrë dituri, me mësu rreth fesë tina, pastaj me fol. Masi që të marrësh dituri, edhe masi që të fillosh ti me fol edhe me shpjegu rreth fesë ose me u përgjigj rreth çështjeve të fesë, duhesh edhe me punu me to, sepse nuk mjafton që ti me fol edhe nëse njerëzit nuk e shohin ato në veprat e tua. Sepse thot Allah, Imam Buhariu argumentohet këtu me fjalën e Allah subhanahu wa taala, "Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik." Edhe dijeti se ai është Allah subhanahu wa taala i cili nuk ka zotit të përveçtira, edhe kërko falje për gjunohet e tua. Fa'lam annahu, do thot dije, merr dituri se ai është, do thot duhesh me ditë mas pari është el ilm. La ilaha illa Allah, kjo është fjala të cilën na e themi, se nuk ka zot tjetër përveç Allah subhanahu wa taala, wastaghfir li dhanbi, kjo është e cila hen në veprat tona, edhe kërko falje tek Allah subhanahu wa taala për gjunohet e tua. Do thot el ilmu qabla al qawli wal amal, dituria është para fjalës edhe veprës. Imam Buhariu argumentohet me ajetin fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik, edhe dijeti dituria annahu la ilaha illa Allah, se nuk ka zot tjetër përveç Allah subhanahu wa taala, kjo është fjala, wastaghfir li dhanbik, edhe kërko falje tek Allah subhanahu wa taala për gjunohet e tua, kjo është vepra të cilën na e bojna. Pastaj autori thot qauluhu yajibu, e cila fjala e autorit ku thot se është obligim për neve, është vajib për neve që me imësue këto 4 argumente, këto 4 parime me i ditë secili prej neve. Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi, edhe le të kenë kujdes. Thot Allah subhanahu wa taala, le të kenë kujdes të gjithë ata të cilët e kundërshtojnë emrin e Allah subhanahu wa taala, ata të cilët e kundërshtojnë çështjen e Allah subhanahu wa taala. An tusibahum fitna, sepse nëse ata kundërshtojnë, mundet ata me i godin ndonjë fitnë, au yusibahum adhabun alim, ose nëse ata kundërshtojnë përveç se mundet me i godit ata ndonjë fitnë, mundet me i godit ata edhe ndonjë dënim i rrom. Pastaj ma yuthabu fa'iluhu imtithalan, pastaj thotë autori se ajo e cila e bën robi, e cila ka obligim për me bë, ai vetëm se ka me u shpërbly për të wajastahikul iqab tarikuhu. Edhe nëse ai i cili i lën këto 4 parime, i lën 4 çështje, e meriton dënimin. Pastaj këtu vjen një shpjegim rreth sajna. Ehli suneti thonë se ai i cili e lën
tjera. Por dallim nga grupe tjera e lusunit thonë se ai i cili e lën ndonjë vajib, ai është tahta al-mashiyatillah, ai është nën dëshirën e Allah subhanahu wa taala, dhe se Allahu e ka në gjykim këtë person. Dërsa grupe tjera prej Hawarizhëve ose prej Mu'tazilive, ashtu siç ka përmend shehu, thonë se ai vetëm dënohet. Edhe kjo ka një dallim të madh, yastahiqu liqab wal yuaqib, kjo ka një dallim mjaft madh. E meriton për më dënu, edhe dënohet dallon shumë në fenë Allah subhanahu wa taala. Prandaj ne jemi për atyre të cilët ai i cili e lën një vajib, ai i cili lën një obligim për obligime në fe, ne nuk themi se ky ka më dënu për to, ose një gjunah të cilin ai e bën, ne nuk themi se ky ka më dënu për to, me patjetër, edhe me largu ato nga feja Allah subhanahu wa taala. Por se ne qëndrojmë në atë të cilën e ka përmend shehu në libër në mendimin e Ahlus Sunnetit se yastahiqu liqab, ai vetëm se e meriton dënimin. Edhe kjo qëndron në të gjitha çështjet e fesë, për vetëm se ka dallim në çështjen e shirkut. Qoftë shirku i vogël apo shirku i madh, personi meriton të dënohet për të derisa të bën tauba te Allah subhanahu wa taala. Ndërsa për çështje tjera, edhe nëse nuk bën tauba, edhe nëse nuk bën pendim tek Allahu, por se i ka vepruar ato, prap dispozita e tij mbetet tek Allah subhanahu wa taala, dhe se ky person mbetet në dëshirën e Allah subhanahu wa taala. Ndërsa ai i cili bën shirk, qoftë ai shirk i madh apo shirk i vogël, fa la budda fi shirki min at-tauba. Thot autori këto, thot shehu këto, se padyshim se për shirkun duhet me patjetër ai me bu pendim. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, sepse Allah subhanahu wa taala nuk e fal atë i cili i bën shirk atina, wa yaghfiru ma duna dhalik, edhe ndërsa i fal ata përveç për të cilat bëjnë vepra përveç shirkut tek Allah subhanahu wa taala. Huna yaktubu biha jami'ul khalqi hatta al-kuffar. Kur thot autori se yajibu alejna, është obligim për neve, alejna është për neve, këto autori ka për qëllim se edhe ata të cilët janë besimtar, por se edhe ata të cilët janë pa besimtar. Dikush mund të thonë qysh, edhe qafiri e ka për obligim me mësu çto parime, edhe qafiri e ka për obligim me mësu çto parime. Amma tawajjuhu lil kufar fanimu fayastahikun liqab, sepse për çata Allah subhanahu wa taala ka me i dënu ata, se i ka obligu mas pari, i ka obligu ata për me i ditën këtë çështje, pastaj ka me i dënu, sepse nuk mund Allah subhanahu me i dënu ata para se me i obligu për diçka. Por se të ka obligu Allah subhanahu wa taala që ti me i ditën këto, me i mësu këto, me punu me to, me thirrën këto, edhe me bë sabër në ato që çka i të thirrën, edhe se çka i të punu, pastaj nëse ti nuk i vepron këto, pastaj Allah subhanahu wa taala të merr ty në llogari, edhe të pyet për to. Kur Allah subhanahu wa taala e bën ajetin, ma salakakum fi sakar, çka ju ka sill juve në sakar? Sakar është një prej dyrave të xhehenemit. Ma salakakum fi sakar, çka ju ka sill juve në sakar? Qalu lam nakum min al-musallin. Ata thonë se ne nuk jemi për atyre që e falmi namazin. Do thotë Allah subhanahu wa taala më përpara i ka obliguar ata me namaz. Pastaj ata të cilët nuk e falin, Allah e bën këtu se ka me i dënu ata në xhehenem, në derën e cilën e ka quajtur Allah subhanahu wa taala sakar, në derën e cilën do të hinë ata të cilët nuk e kanë fal namazin në dunjë. Po ashtu wailu lil mushrikin. Thotë Allah subhanahu wa taala në Kur'an, mallkimi i Allahut qoftë edhe mbi mushrikët, alladhina la yu'tuna zakat, ata të cilët nuk e japin zakatin. Ma përpara Allah subhanahu wa taala i ka obligu këta për me dhon zakatin. I ka obligu këta për me dhon zakat, me nxjerr zakat, me pastru pasurinë e tyre, edhe me pastru pasurinë e tyre, pastaj nëse ata nuk e japin zakatin, wa wailu lil mushrikin, edhe mallkimi i Allahut qoftë mbi mushrikët, alladhina la yu'tuna zakat, ata të cilët nuk e japin zakatin. Pastaj në ajetin tjetër, wa lam nakun nut'imul miskin, ata të cilët Allah subhanahu wa taala ka me i dënuar, edhe ata të cilët e kanë përbuz ata i cili nuk ka, e kanë përbuz edhe miskinin, ai i cili vjen edhe drejtohet tek ty me ndonjë nevojë, edhe ti nuk i del atina në krah, edhe e përbuz ato, përveç se nuk i den ndonjë nevojë, këtu mundesh me pas ndonjë arsye sepse nuk e pas as për veti, por se edhe me fillu edhe me përbuz ato, edhe me nënshmu ato, edhe me shkel ato, këtu nuk ka askush arsye prej neve, edhe për këtë Allah subhanahu wa taala ka pru ajetin wa lam naku nut'imul miskin, edhe nuk i na kom prej atyre të cilët i kena ushqyer të varfrit. Pastaj thot Allah subhanahu wa taala, e njëjta është edhe me atë cilin ka me dënu Allah ai i cili bën zina, edhe bën vepra tjera, edhe bën diçka tjetër prej gjunave të mëdha. Kullil ladhina kafaru in yantahu yughfir lahum ma qad salaf. Thuaj atyre të cilët
kanë mohu Allahun subhanahu wa taala. Thuaj atyre të cilët kanë bërë kufër te Allahu subhanahu wa taala, që le të largohen prej kufrit tyre, le të largohen prej mosbesimit tyre, nëse dëshirojnë që Allahu subhanahu wa taala me ia fal atyre me qad salaf, ato të cilët e kanë bërë më përpara. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, el-islamu yajibu ma qabla. Islami, ai i cili e pranon Islamin, ai i cili udhëzohet në fenë islame, Islami ja fshin atij të gjitha ato i cili ka bërë më përpara. Ata të cilët kanë bërë kufër edhe kanë filluar me bërë vepra të këqija, çfarëdo vepra i cili ka bërë mosbesim me udhëzimin islam, me pendimin në islam, Allah subhanahu wa taala i ja fal atij të gjitha ato që ka bërë më herët. Këtë argumenton Allah subhanahu wa taala kuranor, edhe po argumenton vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith. Pastaj yajibu alejna, thot kanë Allah subhanahu wa taala kuna ja ka bërë obligim këto parime me mësu, thot hatta el jin. Thot edhe gjinve Allah subhanahu wa taala ja ka bërë obligim që me i ditën këto dhe me mësu rreth fejes. El jinnu idan mukhatibuna bi hadhihi al masail. Edhe gjinët janë të obliguar për me mësu këto mesele. Kama qala taala, ashtu siç ka thënë Allah subhanahu wa taala, wa ma khalaqtu al jinna wal insa illa liya'budun. Sepse unë nuk i kam krijuar njerëzit edhe gjinët për asgjë tjetër, vetëm që të më adhurojnë mua, që të adhurojnë Allah subhanahu wa taala. Wallahu ila qaumihim mundhirin. Pastaj në ajetin tjetër ku thot Allahu, e ata u kthyen tek populli i tyre këshillues. Do thot me këto çështje që kemi të obliguar na përveç njerëzve, që kanë të obliguar edhe gjinët, përveç besimtarëve që kanë të obliguar edhe kufarët për me mësue këtë çështje. Pastaj këtë çështje e diturisë ku tham el aula el ilmu wa ta'rifu el ilmu dhakara huwa Abu Khattab, çështjen e ilmit, definicionin e ilmit, se çfarë është dituria, e ka kujtuar Abu Khattabin në librin e tij Tamhidul Usul al-Fiqh, në hyrje të Usul al-Fiqh, huwa ma'rifatu ay ta'rif al-ma'lum, se dituria është njohja. Dituria është njohja e diçka, për ti me njoft ato dhe me mësu rreth saj. Pastaj ajo se çfarë mundna me përmend ne, edhe që e ka përmend autori në libër, është se a lejohet taklidi në këto mesele. A lejohet që ti me pas taklid në këto mesele. Këto e përmend dietarët se taklidi në këto mesele është i lejuar. Por se me një kusht, me kushtin që ti duhesh me e ditës atë personin cilin ti të e pasue. Personi që ti të e pasue duhet ai vetë me pasën akidën e tina në mënyrën e rregull. Personi që ti e pason, qoftë ai pe hoxhallar ose pe njerëz të mi, pe njerëz të devotshëm, duhet me pasën akidën e tina, është me kusht që me pasën akidën e tina në rregull, pastaj ti me pasu në këtë mesele. Këtu bëjnë pjesë ata të cilët nuk mundën me mësu, gjahilat prej muslimanëve apo edhe prej kufarëve. Këtu kanë përjashtim ata të cilët nuk mundin me mësu rreth këtyre meseleve. Ndërsa për çështjet të cilat i ka përmendur autori se tek çështjet që kanë bëjnë me dispozita thella ku në to dispozita bëjnë pjesë vetëm dietarët, në këto çështje lejohet që ti me pasu dikon prej hoxhallarëve të, në çështje që janë istihadie, në çështjet e cilat duhet përpjekjen to, ndërsa në çështjet e halalit edhe haramit, në çështje se çka e prish agjërimin, në çështje se çka lejohet gjatë ditës agjërimin, në çështje se çka e prish namazin, në çështje se çka lejohet me bëj gjatë namazit, si me marr abdes, atëherë këtu duhet çdo njeri prej besimtarëve me marr ditori edhe me mësue rrethana. Kjo është dituria të cilën e kemi obligim çdo njeri prej neve. Çka është obligim për neve? Obligim për neve është me mësu rreth Allahu subhanahu wa taala, me mësu rreth pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe me mësu rreth Islamit me argumentet e tina. Pastaj me mësu rreth namazit se e kemi obligim, edhe këto më ka kallëzuar edhe tjerë. Kjo është obligim për çdo njeri musliman. Pastaj me mësu rreth dispozitave të namazit, rreth dispozitave të agjërimit, rreth dispozitave të haxhit, rreth dispozitave të zakatit, rreth dispozitave që kanë të bëjnë me obligimet tua patjetërsueshme. Kjo është obligim për çdo njeri për me mësue prej neve. Pastaj e dyta është el-ilmu mustahab kel ta'lim mustahabbat. Pastaj dituria ndahet në diturinë e cila është e preferuar për me mësu. Është për diturinë qofshin ato shkencore, që çdo njeri prej neve nëse i prirën ato, është e lejuar me mësu përderisa nuk ka të bëjë diçka e cila e ndalon feja islame. Pastaj edhe e katërt që e përmend autori është edhe dituria të cilën e kemi haram për me marr, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Edhe këta melekut nuk i mësonin do kujt magjien, para se ne ja thonë se ne ju kemi
ne ju kemi bërë juve fitne, andaj ti mos e mohato, ne ju kemi vënë juve në sprovë, andaj ti mos e mohato. Do thotë dituri e ndaluar është me mësu ti rreth magjisë se si me bë ser, me mësue se si ti me ju bo magji tjerve. Pastaj dituria e ndaluar që ty nuk lejohet me mësu rrethana është dituria rreth muzikës apo rreth instrumenteve muzikore. Është haram me mësu rrethana. Pastaj dituria rreth pikturës për me pikturu portrete. Edhe kjo është haram me mësu rrethana. Pastaj edhe dituria e logjikës që ti me punu me logjik, sepse Allah subhanahu wa taala edhe dietarët tjerë e ka ndaluar logjikën në fenë islame. Kjo është ajo e cila mundi me përmend ne rreth diturisë. E shohim se në shumicën e shkollave, të cilat janë shkolla perëndimore, bashkë çto dituria, të cilat i ka përmendur shehu në libër që janë të ndaluara, bashkë këtyre diturie ju jepet ajo rëndësia më e madhe, si dituria rreth me njoft muzikën, me njoft argumentet me njoftën veglat muzikore, apo dituria rreth pikturës, rreth portreteve, apo dituria e filozofisë, logjikës e gjëra të ndryshme, përderisa këto mësohen edhe në shumë fakultete islame mësohet ilmul kalam, që dituria e logjikës e cila është e ndaluar në fenë islame. Pastaj me këto çështje ka përmendur Ibn Batani se fardun kull ala kulli wahid ma'rifatu tauhid. Ebu Batani ka përmend se për çdo njeri prej neve është fardh me mësuar rreth çështjes së tauhidit, me mësuar rreth çështjes së njerëzishmërisë ndaj Allahut subhanahu wa taala wa arkanul islam bid dalil, edhe me mësu shtyllat e fesë islame me argumente. Wa la yajuzu taqlidu fi dhalik. Edhe në këto çështje nuk lejohet që ti me kom pasu si dikujna, nuk lejohet taklidin çdo çështje. Në ilmu tauhid, në çështjen e tauhidit, edhe në çështjen e arkanul islam bid dalil, edhe në çështjen e shtyllave islame me argument. Lakin al-ammi alladhi la ya'rifu al-adilla, por sa ai i cili është i propambetur, edhe nuk i din argumentet, idha kana ya'taqidu wahdaniyatu ar-rabb subhanahu, nëse ai vetëm se e beson se Allah subhanahu wa taala është një dhe i vetëm. Wa risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, edhe ka besuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur me një mesazh prej Allah subhanahu wa taala dhe është i dërguar i Allah subhanahu wa taala. Wa yu'minu bil ba'thi ba'da al-maut, edhe ky person beson në ringjalljen pas vdekjes. Wa bil jannati wan nar, edhe beson në xhenetin edhe xhehenemin, se ato janë krijesa, janë krijimtaria Allah subhanahu wa taala. Wa ana hadhihi al-umur sharkiyya allati taf'alu inda hadhihi al-mashayib batil wa dalal. Edhe i din disa gjëra se nëse këto e bën ndonjë shirk, vetëm se këto janë gjëra të kota dhe largohen nga feja Allah subhanahu wa taala, fa idha kana ya'taqidu dhalika i'tiqadan jaziman la shakka fihi, nëse ai vetëm se i beson këto, edhe i mendon këto, edhe nuk ka asnjë dyshim këto, edhe nuk dyshon këto çështje, fa huwa muslim. Ai person është musliman. Do thotë ti person i cili nuk ka mundësi me u thellu në çështje të thella të fesë islame, dhe dikujna nuk mund të mësoj argumentet, por se e beson Allah subhanahu wa taala. Si një i vetëm dhe i pashoq. Beson në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe në atë se çfarë është dërguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Beson në xhenetin dhe zjarrin. Beson në ditën kur do dal para Allahut subhanahu wa taala, që shumë prej ajeteve që Allahu subhanahu i ka prunë në Kur'an ka thonë, edhe ata të cilët e besojnë Allahun subhanahu wa taala, edhe besojnë në ditën e fundit, thotë në ditën kur do dal para Allahut. Edhe beson, edhe nuk ka dyshim në këtë çështje, por se i beson në besim plot, atë ky person është prej muslimanëve dhe e konsiderohet prej besimtarëve, edhe të ky person nuk ka se çfarë të thënë fe innahum la yafhamuna al-ma'na ghaliban, sepse ata nuk i kuptojnë shumicën e argumenteve të tjera që munden me u përmend në fenë islame. Pastaj tetën gjë e përmend edhe Ibn Hazmi, Allahu mëshiroj, qala sayru ahli al-islam, edhe të gjithë ata të cilët janë musliman, kullu man ya'taqidu bi qalbihi i'tiqadan la yashukku fihi, çdo njeri për atyve muslimanëve i cili beson me zemrën e tij edhe nuk dyshon në këtë çështje, wa qala bi lisanihi la ilaha illa Allah, përveç se beson me zemrën e tij, ai thotë edhe me gjuhën e tij la ilaha illa Allah, se nuk ka zot tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dhe se Muhamedi është rob edhe i dërguari Allahu subhanahu wa taala, wa anna kullu ma jaa bihi haqqun, edhe me çdo sen që ka ardhur pejgamberi alayhis salam është e vërtetë, qoftë ajo prej Kuranit, qoftë ajo që ato i ka thonë prej haditheve tina, ato janë të vërteta dhe i pranon ky waberiyu min kulli dini siwa dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, edhe ky person është i distancuar prej çdo feje tjetër përveç fejes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fa innahu muslimun mu'min. Ky person është prej muslimanëve edhe është prej besimtarëve, leysa alayhi ghayru dhalik. Edhe për ton nuk mundeni ne me thon diçka tjetër përveç
përveç kësajna. Pastaj ma'rifetu nebihi e ka përmend autori këtu edhe për me njoft pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Si me njofti pejgamberin alaihi salam? Me njoft me ato se çka ka ardhur ai, me mesazhin të cilin ka ardhur ai, edhe me pranu ato se ajo është e vërtetë çdo sen që ka ardhur pejgamberi sa, sepse tha Allahu në Kur'an, ai nuk fol diçka prej vetes tina, por sa çdo sen që thot pejgamberi ajo vetëm një shpallje të cilën ne ja kemi zbrit në zemrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe me besue librin Kur'anin të cilin ka zbrit përmes melekut Xhibril alayhis salam te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj edhe thirrja të dhe puna me të, thotë faminhum ma huwa wajib, prej punës e cilën na duhet me bë, prej saj ka e cila është obligim për neve që duhet me bë çdo njeri prej neve, kel amalu bil wajibati wa shurut wa tauhid wa nahwu dhalik. Çdo njeri prej neve duhet me punu me to sikur se janë farzë që Allah subhanahu taala i ka bërë tek ne, sikur se janë Ramazani farz, edhe 5 kohë namaz farz, edhe farzë tjera që çdo njeri prej neve duhet me i bë, apo edhe shurut të tauhidit që duhet mos me i shkelën shtyllat e tauhidit, kjo është obligim për çdo njeri prej neve me punu me to. Pastaj e ka renditën në radhën e dytë el-amalul mustahab, edhe dyta është puna e cila është e preferuar për neve, kel mustahabat lakinnahu fil jumlati la bil jumla. Kjo vetëm se është ajo çdo sen e cila është e preferuar në fenë Allahut që ti mundesh me e bë, edhe nuk ka ndalesë të lejohet me bë, edhe e treta që e ka vënë autori është el-amalul muharram kal amalu bishirkiyati wal kabair. Edhe është puna e cila është haram me bë çdo njeri prej neve, e cila është punë e cila është çdo sen e cila është shirk. Përveç se ti nuk dush me bë, edhe këtu edhe nuk lejohet që ti me mësu rrasajna, edhe nuk lejohet që ti me thirrën ta, wal kabair, edhe është çështja e gjinaheve të mëdha që nuk lejohet për çdo njeri prej neve me i vepru ato. Wa dharu ma baqiya min ar-riba, sepse Allah subhanahu wa taala thot, edhe hiqni dorë nga kamata, edhe hiqni dorë nga çdo punë e koç që Allah subhanahu wa taala ju ka ndaluar juve. Dikush mund të më bëj pyetje se nëse personit ju ka dhënë mundësia me bë zina, edhe nuk ka bë zina, a ka më u shpërbly për këtë vepër të cilën ai e bën? Thot shehu në libër se ai person i cili ju ka dhënë mundësia për me bë zina, por se nuk bën zina, me qëllimin edhe me bindjen se Allahu subhanahu wa taala e sheh atë, edhe me bindjen se kjo është haram prej haramet të mëdha, ky person shpërblehet edhe kjo i shkruhet si një vepër e mirë që ka bërë Allahu. Por nëse ky person nuk bën zina për shkak pamundësisë për me bë ato, edhe për shkak frikës që nëse po e shet dikush prej krijesave, për to nuk ka ndonjë problem, por se ky ndeshkohet për ato që e ka frikën për dikon prej krijesave që po e shet nëse po e bën zinën rrethsojna. Ose nëse dikujt prej njerëzve ju ka dhënë mundësia për me punu me kamat. Edhe nëse nuk punon me kamat për shkak asaj që Allah subhanahu wa taala e ka ndaluar në librin e tij, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bë kamatën ndaluar në sunetin e tina, ky person shpërblehet për këtë vepër që nuk e bën. Do thotë edhe për veprat të ndaluara, edhe për harame që Allah subhanahu wa taala i ka bë. Ti nuk i vepron, kur atëherë tu ka dhënë mundësia, ti ke më shpërbly për to. Por nëse nuk e vepron për shkak se ti po friksohesh për diçka, ose nuk po t'jepet mundësia për me bëj ato, atëherë këtu nuk ka problem. Kjo është edhe të çështje tjera që çdo njeri prej neve mund të më përballë, qoftë ajo me dëgjimin e muzikës, qoftë ajo naja dikon ku janë përdhim burra dhe gra, apo çdo vepër tjetër që është ndaluar, edhe ti nuk e bën ato me bindje se është haram prej Allahu subhanahu wa taala dhe këtë e ka bërë haram pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por atë vepër ti ke më shpërbly tek Allahu subhanahu wa taala. Pastaj e davetu i lehi wajiba. Ku thot sheikhu se edhe thirrja to është për neve vajib, për çdo njeri prej neve është vajib me thirrën ato se çka e kena mësu, edhe çka janë të vepru. Pastaj edhe thirrja ndahet në kategori. Thirrën të cilën e kena vajib. Vajib çdo njeri prej neve kena obligim me thirrën çdo njeri prej muslimanëve se namazi është farz. Me njoft Allah subhanahu wa taala, me njoft pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se agjërimi Ramazani është farz, se zakati është farz për çdo njeri prej neve, se haxhi edhe gjitha farze që i kiti për veti dush m'ja kallëzu dikujt tjetër. Ndërsa davetul mustahab është ato me thirrën, daveti i preferuar është ato me thirrën në gjëra që ti nëse i bën ki më shpërbly për to, po edhe nëse nuk i bën nuk ka ndëshkim për to, ndërsa davetu muharrama e cila është davet i ndaluar është në ato të gjitha ato të cilat Allah subhanahu wa taala i ka ndaluar, nuk lejohet as ty me thirr dikon ato, sikur që është çështja tek shirku, sikur që është çështja tek kufri, nëse ti e thirr kjo është haram për ty, nëse e thirr ato në shirk është e njëjta edhe për ty, nëse e thirr ato në kufër është e njëjta edhe për ty, nëse e thirr edhe në mëkate të mëdha qofshin ato është e njëjta kjo edhe për ty. Pastaj
për kën na jena të obliguar me i bë davet. Kujt na jena të obliguar na me i bë davet. Edhe kujt na duhet me ja kallëzu çto mesele. El kafir wal muslim al jahil wal mukhti wal mutaawil wal muanid. Thot autori na çto mesele kena për obligim me ja mësu çdo njëri prej njerëzve, qoftë ai kafir, qoftë ai musliman, qoftë ai pi musliman jahila, qoftë ai person i cili ka gabu, edhe çdo njëri prej njerëzve ti e ke obligim me e thirr ata, dhe me i kallëzu rreth fesë Allah subhanahu wa taala, edhe me i kallëzu atë rreth pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe me i kallëzu atë rreth islamit me argumentet e tina. Pastaj e sabru alel edhe fihi, edhe e fundit që e përmend autori është edhe me bo sabër në atë, në çdo fatkeqësi e cila mundet me ndodh ty, e cila fatkeqësi është mundet me kon fatkeqësi, e cila mundet me ndodh ty në trup, se nëse dikon e thirr edhe ai nuk ka që të përgjigjet, mundet me të bëu dëm ty edhe në trupin tënd. Dush me bo sabër këto, sikurse kemi histori të ndryshme tek historia e Sheikhul Islam Ibn Taymiyes, të cilën e kanë maltretuar dhe kanë torturuar për shkak çndrimit tina në të vërtetën në burg, apo historia e Imam Ahmedit, të cilin e maltretuan edhe torturuan mjaft shumë, tek historia tina edhe fitna që kishte ai me Mu'tazilit, apo tek dietarët e ndryshëm tjerë të cilët kanë qëndruar dhe kanë bërë sabër edhe në atë se çka janë torturuar ata, vetëm se duke qëndruar në të vërtetën dhe duke qëndruar në atë se çka kanë thirrë ata në fenë Allah subhanahu wa taala. Prandaj Suratul Asr, surja Asr është argumenti më i mirë i cili i përfil të gjitha këto argumente dhe që duhet na secili prej neve me mësu ato. A do të thotë kjo se nëse ne marrim dituri mos me punue, nëse na kena mësuar rreth fesë islame dhe mos me punu me to, kjo nuk pranohet, sepse el ilmu bila amel nuk pranohet. Porse edhe el amelu bila ilm, edhe puna pa dituri nuk pranohet. Porse këto të dyja janë lidhura mes njëra me tjetrën. Momenti që ti ke mësuar diçka rreth fesë Allahut, dush edhe me punu me to. Pastaj është edhe e treta që të katërtat janë të lidhura me njëra tjetrën, edhe se nuk bën asnjëna pa tjetrën. Nuk mund është ti me marr dituri edhe me punu me to, por se mos me e thirr tjetrin, se ki obligim edhe me e thirr tjetrin, edhe me ja kallëzu tjetrin. Pasi që e ke bëu këto, dush edhe me bëu sabër, dush me bëu edhe sabër rreth kësajna. Kjo është sa i përket asajna e cila i përket katër çështjeve të cilat autori shehu i ka bëu obligim për çdo njëri prej neve, edhe që është argumentu me surën El Asr, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, ata të cilët kanë besu, edhe kanë punu me ta, edhe kanë bëu vepra të mira, edhe kanë bëu sabër, edhe kanë thënë të vërtetën. Ne lutim Allahun subhanahu wa taala që më na bëj për atyre të cilët e marrin dituri dobishme, dobi e cila na bën dobi neve dhe i bën dobi tjerëve. Ne lutim Allahun subhanahu wa taala që me dituritë të cilat kena marr edhe me punu sipas asaj ashtu se çish është i kënaqur ai. Ne lutim Allahun subhanahu wa taala që me dituritë që kena marr edhe ato vepra që kena bëu edhe me thirrën tonë në mënyrën më të mirë. E lutim Allahun subhanahu wa taala që thirrën të cilën e bojna me qenë argument për neve, jo kundër neve. E lutim Allahun subhanahu wa taala që edhe sprovat të cilët na ndodhin gjatë kësaj thirrje, sprovat të cilët na ndodhin gjatë kësaj rruge, Allah subhanahu wa taala më na bëj të ndrueshëm deri në ditën kur do dalim para tina. Walhamdulillahi rabbil alamin.